shumë për kohën dhe gatishmërinë për të bërë pjesë e emisionin sonte. Faleminderit për juve për ftesën. Jemi duke diskutuar ne jemi të diskutu për infrastrukturën sportive në vend dhe padyshim vëmendja shkon edhe tek Stadium Bayram Aliu. Cila është situata, çfarë po ndodh dhe pse Drenica nuk po i luan ndeshjet si vendas? Dëmët nuk janë restauruar ende apo cili është problemi? Unë thëm drejten me qenë nëse do kishte qenë sport, për shembull me nxjerr shortin për gjëra të vështira, neve Drenicës do na bie radha të parë, ta marrim atë çka është më vështira. Historikisht, vetëm kur ka qenë shumë vështirë, na kanë thirrë hajde Drenicë, sidomos të luftojmë. Edhe siç dihet, në stadiumin ton ose në atë FC Drenicën kemi edhe disa anëtar të familjes Jashari, sidomos edhe Iqbal Jasharin. Unë kam qenë gjeneral dhe shok edhe me Kushtrim Jasharin edhe me Iqbal Jasharin. Të ndjerët kanë luftu për me pas mundësinë që na me lujt atë në stadion, që tash Granit Jashari junior të luj aty. Ai tash në mars e ka për vjetorin e rënjes heroike dhe ne do të shkojmë ato dhe do t'i përkujtojmë ata, po unë se di se çfarë do t'ju themi. Unë vi vetë nga Prekazi, e kam kryer shkollën fillore të mesme në Skënderaj, unë e di se çka kemi vujt gjithmonë. Kam ikur në Mergim dhe fal angazhimit edhe punës, kam arritur që të kem edhe kontakte të mira. Unë vetë vi vetëm nga biznesi, nuk vi nga sporti. Sportin e Drenicës e kam marrë vetëm për hir me i ndihmu vendit tim, sepse e kam pas sa vështirë kanë. Edhe për shkak të mikut tim, Dr. Thomas Wüstefeld, i cili kishte dëshirë të investonte në Kosovë. Ne filluam me një angazhim të jashtëzakonshëm, e rregulluam stadiumin në atë mënyrë që të mund të luajmë. Investuam qindra mijëra euro dhe sjellëm në një situatë ku në stadium mund të luhej. Pas kësaj, fatkeqësi natyrore, ne nuk mund t'i dalim përpara, na mori fatkeqësia natyrore, edhe u shkatrua gjithçka çka ne investuam. Ministri paraprak, zotëria Temçeku më pa thonë personalisht edhe në telefon dhe publikisht se nuk do të na lejnë lloj, do të na ndihmojnë dhe do ta bëjnë menjëherë pa vonesa. Vetëm ne t'ja sjellim projektin me paramosa. Ne i kemi dërguar projekt me paramosa, ka që 3 javë ditë që qëndron në ministri dhe ne nuk kemi mundësi të kontaktojmë asnjë njeri më, nuk na kthejnë përgjigje, nuk na ndihmojnë, na kanë lënë lloj. Unë besoj që do ishte shumë e udhës që ministrat që do vinë tash 5, 6, 7 mars dhe të përulen para familjes Jashari në Prekaz dhe para Kushtrim Jasharit e Iqbal Jasharit, të cilët kanë ra heroikisht që ne sot ta gëzojmë lirin, ata me siguri kanë me e pyet veten se a janë dinjitetshëm të mirë që ta udhëheqin këtë vend, a është ministri tash aktuali që sa ka marrë detyrën